7 ushqime që mund të dëmtojnë shëndetin tënd. Çfarë duhet të dish? Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe ta dëgjoni artikullin deri në fund. Nëse kujdesesh për shëndetin dhe mirëqenien tënde, është e rëndësishme të dish se disa ushqime, edhe pse të shijshme, mund të kenë efekte negative nëse konsumohen shpesh ose në sasi të mëdha. Një biolog dhe nutricionist në këtë artikull do të na tregoj për 7 kategori ushqimesh që kërkojnë kujdes. Qëndro me mua, sepse një nga këto mund të jetë i preferuari yt dhe do të jap këshilla praktike për t'i konsumuar me zgjuarsi. 1. Kërpudhat të shijshme, por me kujdes. Kërpudhat janë të dashura në kuzhinë, qoftë në sallata, të skuqura apo të gatuara në mënyra të tjera. Por a e dinit që edhe kërpudhat e quajtura të ngrënshme mund të jenë paksa toksike? Latinët thoshin, çdo kërpudh ka diçka të dëmshme. Disa njerëz, për shkak të predispozitës gjenetike, mund të jenë më të ndjeshëm ndaj efekteve të tyre. Kjo nuk do të thotë të heqësh dorë plotësisht nga kërpudhat, por të jesh i kujdesshëm. Konsumimi i shpesh, sidomos nëse shoqërohet me gatime të rënda si skuqja ose alkooli, mund të rrisë rrezikun për shëndetin. Këshilla ime, haji kërpudhat rrallë si një pjatë e veçantë dhe jo si pjesë e përditshme e dietës tënde. Kështu, shijon shijen e tyre pa u ekspozuar ndaj rrezikeve. 2. Sallamet dhe produktet e mishit të përpunuar, një armik i fshehur. Kush mund t'i rezistojë një sanduiçi me proshupt të thatë, bresaola apo salcice? Por ja faktet, Agjencia Ndërkombëtare për Kërkimin mbi Kancerin, IARSA, i ka klasifikuar këto produkte si potencialisht kancerogjene, sidomos për kancerin e zorrës së trash. Studimet tregojnë një lidhje të qartë mes konsumit të 50 gramëve në ditë të këtyre produkteve dhe rritjes së rrezikut. Pse ndodh kjo? Sallamet shpesh përmbajnë nitrite, nitrate, polifosfate dhe sasi të larta kripe, të cilat dëmtojnë shëndetin. Kripa, për shembull, lidhet ngushtë me kancerin e stomakut. Për më tepër, gatimi i disa produkteve, si panceta apo sallamet, mund të prodhojë komponime toksike. A do të thotë kjo që duhet t'i eliminosh plotësisht? Jo, por moderacioni është çelësi. Konsumoji jo më shpesh se një herë në javë dhe zgjidh produkte cilësore me pak aditiv. 3. Sheqernat e rafinuar, ëmbëlsia që të kushton shtrenjtë. Sheqernat e rafinuar gjenden kudo, në pije, briosh, ëmbëlsira dhe produkte furre. Këto ushqime janë të dëmshme sepse rrisin rrezikun për diabet dhe probleme të qarkullimit të gjakut. Kur ha sheqer të rafinuar, glukoza në gjak rritet shpejt duke shkaktuar një prodhim të lartë të insulinës. Kjo ul glukozën, por të lësërish me dëshirë për sheqer duke krijuar një cikël vicioz. Çfarë mund të bësh? Zëvendëso sheqernat e rafinuar me karbohidrate integrale, të cilat kanë një indeks glikemik më të ulët. Nëse të pëlqen diçka e ëmbël, zgjidh produkte me ëmbëltues natyral si polioli dhe kontrollo etiketat për të shmangur ëmbëltuesit artificial. Kujdes, shmangia e sheqernave të rafinuar do të ndihmojë të ndihesh më energjik dhe të mbash peshën nën kontroll. 4. Yndyrnat e ngopura dhe yndyrnat trans, rreziku në pjatën tënde. Yndyrnat e ngopura dhe ato trans gjenden në mishra të yndyrshëm, sallame, djathëra, por edhe në produkte bimore si vaji i palmës apo i kokosit. Yndyrnat e ngopura dëmtojnë sistemin e qarkullimit të gjakut, ndërsa yndyrnat trans lidhen me diabetin dhe kancerin. Produktet e hidrogjenuara, si disa lloje gjalpi kikiriku ose margarina, janë veçanërisht të dëmshme, sepse procesi i hidrogjenizimit i bën ato të pasura me yndyrna trans. Këshilla praktike, lexo etiketat dhe shmang produktet që përmbajnë yndyrna të hidrogjenuara. Zgjidh yndyrna të shëndetshme, si vaji i ullirit, dhe konsumo ushqime të pasura me yndyrna të pangopura, si avokado ose ara, për të mbështetur shëndetin tënd. 5. Ushqimet e përpunuara, tërheqëse, por të rrezikshme. Ushqimet e përpunuara, nga çipsat e ëmbëlsirat, pjatat e gatshme dhe drithërat për mëngjes, janë krijuar për të na joshur me shijen e tyre. Por ato përmbajnë aditiv, sheqerna, yndyrna trans dhe krip, të cilat dëmtojnë shëndetin dhe shtojnë peshë. Është shqetësuese të shohësh makina automatike në spitale ose institucione publike që ofrojnë vetëm këto ushqime, pikërisht aty ku shëndeti duhet të jetë prioritet. Si të veprosh? Përpiqu t'i mbash këto ushqime jashtë shtëpisë tënde. Nëse i konsumon, zgjidh opsione me miell integral, yndyrna bimore dhe pak aditiv. Por, të them të drejtën, produktet të tilla janë të rralla, prandaj sa më pak t'i konsumosh, aq më mirë. 6. Pijet me sheqer, kalori boshe që dëmtojnë. Pijet me sheqer, si lëngjet e gazuara ose çajrat e ëmbël, janë një nga armët më të mëdha kundër shëndetit. Ato nuk përmbajnë vitamina apo fibra, vetëm sheqer, aditiv dhe kalori boshe. Konsumi i tyre shkakton rritje të shpejtë të glukozës dhe insulinës, duke favorizuar shtimin në peshë dhe probleme metabolike. Për më tepër, ato janë aq tërheqëse sa mund të kthehen në zakon të përditshëm. Zgjidhja: kalo te pijet pa sheqer ose me ëmbëltues natyral si stevia. Por kujdes, kontrollo etiketat sepse disa pije reklamohen si mirë stevia, por përmbajnë kryesisht ëmbëltues kimik si sukraloza.
Uji, çajrat bimor ose lëngjet e freskëta të shtrydhura janë zgjedhje shumë më të mira. 7. Të fërguarat, jo domosdoshmërisht armiku, por të fërguarat shpesh demonizohen dhe jo pa arsye. Megjithatë, dëmi varet nga disa faktorë: lloji i vajit, temperatura e gatimit dhe sasia e konsumuar. Një të fërguar në javë me vaj të përshtatshëm, si vaji i ullirit dhe në temperaturë të kontrolluar, nuk ka gjasa të dëmtojnë nëse je i shëndetshëm. Por problemi është se të fërguarat thithin shumë kalori dhe gatimi në temperatura të larta mund të prodhojë komponime të dëmshme. Këshilla ime, limito të fërguarat dhe përdor vaj cilësor. Nëse mundesh, zgjidh metoda gatimi më të shëndetshme, si pjekja në furrë ose gatimi me avull, për të ulur kaloritë dhe rreziqet. Përfundimi, moderacioni dhe zgjedhjet e zgjuara. Të 7 kategoritë që përmenda, kërpudhat, sallamet, sheqernat e rafinuar, yndyrnat e ngopura dhe trans, ushqimet e përpunuara, pijet me sheqer dhe të fërguarat, nuk janë helm. Nuk do të sëmuresh nëse i konsumon herë pas here. Por nëse këto ushqime dominojnë dietën tënde të përditshme, është koha të bësh një hap prapa dhe të konsultohesh me një nutricionist. Shëndeti yt varet nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Zë vendoso ushqimet e dëmshme me alternativa të shëndetshme, lexo etiketat dhe dëgjo trupin tënd. Nëse dëshiron të fillosh një rrugëtim për të përmirësuar ushqyerjen tënde, mund të kontaktosh një nutricionist për një konsultë. Së bashku, mund të krijoni një plan që i përshtatet nevojave dhe qëllimeve të tua. Vazhdo të informohesh dhe kujdesu për veten. Shëndeti është pasuria më e madhe që ke.